Përshëndetje dashur miq, mirë se erdhët dhe sot në meditimin e kësaj dite. Shëmbëltyra e llampës nën shport. E vërteta nuk është për t'u fshehur, por për t'u ndarë. Pikërisht këtë dëshiroj të ndaj me ju sot. E lutem që të jetë bekim ky mesazh për gjithë ju. Jezusi tha që askush pasi ndez llampën, nuk e vendos nën shtrat, ose e mbulon me një shport, por e vendos mbi shandan që ata që hyjnë në shtëpi të mund të shohin dritë. Jezusi flet për diçka shumë të thjeshtë. Askush nuk ndez një llampë për ta fshehur. Drita ndizet për të ndriçuar. Qëllimi i saj nuk është privatësia, por shërbimi. Por ne shpesh bëjmë pikërisht të kundërtën. Marrim dritë nga Zoti, por e mbulojmë me frikë. Marrim të vërtetën, por e fshehim nga rehatia. Marrim hirin, por e mbajmë vetëm për vete. Kjo shëmbëltyrë na mëson se besimi i vërtet nuk është pronë personale, kujdes, por dhuratë që kërkon të shpërndahet. Një figurë nga historia e kishës që e mishëron këtë guxim për të vendosur dritën mbi shandan është William Tyndale. Ai përktheu Biblën në anglisht që fjala e Zotit të mos mbetej e fshehur në gjuhë që populli nuk e kuptonte. Për këtë arsye u përndoq dhe u ekzekutua. A dini se cilat ishin fjalët e tij të fundit? Ai tha: "Zot, hap sytë e mbretit anglis." Ai e vuri dritën në një vend të dukshëm dhe kjo i kushtoi atij jetën. Siç do thoshte edhe Baruch Spinoza, filozofi i famshëm, e vërteta është si drita. Ajo nuk ka nevojë të mbrohet, por të lejohet të shkëlqejë. Më lejoni të ndaj disa të vërteta për ju sot. Drita është dhuratë me qëllim. Zoti nuk na ndriçon për të na dhënë privilegje personale, por për përgjegjësi ndaj të tjerëve. Së dyti, fshehja e dritës është mohimi i misionit. Jo domosdoshmërisht me fjalë, por me heshtje, me frikë. Sa prej nesh e bëjnë këtë dhe jetojnë në këtë realitet fshehje. E treta, shandani është vendi i dëshmisë publike. Besimi nuk është vetëm për brendin ton, por për hapësirat ku jetojmë dhe ndikojmë. Mos e fshi atë që Zoti ka ndezur. Ky është mesazhi për ty sot. Shoqëria moderne e shtyn besimin drejt privatësisë absolute, mbaje për vete, mos u shpreh, mos u impono, feja e ndar nga shteti. Por Krishti nuk flet për imponim, flet për ndriçim. Ana Arendt do thoshte të vërtetat që nuk thuhen, zhduken. Mbase sot Zoti të drejton këtë pyetje: ku je duke fshehur dritën tënde? Në familje, në punë, në shoqëri? Çfarë po mbulon llampën? Frika, kompromisi apo rehatia? A je duke jetuar besimin tënd si dëshmi apo vetëm si një ndjenjë, emocion, privat? Të vendosësh llampën mbi shandan sot do të thotë të jetosh me integritet publik, të mos turpërohesh nga e vërteta, të ndash shpresën me përulje dhe guxim. Ndaj miku im, me këto të vërteta në mendje dhe në zemër, le t'i lutemi Zotit së bashku. Zoti Jezus, falenderoj që ke ndezur dritën tënde në zemrën time. Me guxim që ta vendos në jetën time si një llamp dhe në shandan që të shkëlqej dhe nëpërmjet meje njerëzit mund të marrin pakës dritë. Lutem që të qëndroj lidhur me dritën. Ti je drita e botës, Zoti Jezus. Bekoj jetën time. Bekoj familjarët e mi. Bekoj burrat dhe gratë që janë duke më ndjekur tani, familjet e tyre, fëmijët e tyre, mbroj dhe udhëhiqi. Dhe lutem sot që ky mesazh të jetë dritë për jetën e tyre, që të mos ta mbulojnë dritën që ti ke vendosur në shpirtrat e tyre, por këtë llampë ta vendosin mbi shandan që në vendin publik ata të shkëlqejnë. Jepi guxim që ta bëjnë të vërtet. Në emrin e Jezusit, unë lutem, amen dhe amen. Miq të dashur, nëse ky meditimi këtij mëngjesi ka qenë bekim për ju, ndajeni me miqtë tuaj në rrjetet sociale dhe i thoni, le të vijojmë, të qëndrojmë të lidhur me këtë dritare, nga ku del dritë. Shpresoj që keni marrë pakës dritë nga dritarja e këtij komunikimi. Lutem që të takohemi sërish bashkë nesër dhe gjithçka të vijojë të jetë mirë. Zoti me ju.